Po, i takon të parit me mundu me i bo zgjedhjet, edhe po besoj që ka kohë me reflektu i pari ose fitusi që po proklamon që i ka fitu zgjedhjet, edhe nëse zban duhet me lëshu rrugë. Me lëshu rrugë, në qëfar drejtimi, zoti Muhaxheri? Po mja jep dytit dërta me jep mundësin me konstitu parlamentin edhe mi bo sende tjera. Pra dytit, po i bje Partisë Demokratike të Kosovës. Partisë Demokratike të Kosovës. Po nëse bëhet një variant i tillë dhe PDK-ja ju ofron juve, a do të bëheshit me PDK-n, zoti Muhaxheri? Na kema ofru alternativën tonë për të cilën jemi, dhe më tonë jemi për me bo një qeveri ku jemi të gjithë, edhe përgatitëm për zgjedhjet e ardhshme në vitin tjetër. Pra qeveri tranzitore, kjo do t'jetë ideja që do t'a shtynë edhe zoti Abdi Xhiku nesër në takimin e liderëve, si konfirmimi i qëndrimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po, është alternativa që e kemi ofru na. Ndoshta sot me Amira, po një alternativë që është në tavolinë edhe që mundet me jap zgjedhje. Zoti Muhaxheri, kam diskutuar me përfaqësues tjerë të Lidhjes Demokratike të Kosovës shtu në debate të ndryshme. Tani po i bie si ka numrat vetvendosje, a i ka numrat pjesa tjetër, apo si ka numrat kërkush në këtë moment? Jo, në konstelacionin që është kriju, do më thonë, me 110 deputet, i bjen që njona pari ka 57, pala tjetër mund të pas 53, 54, në mundësin më të madhe me lëviz gjanat me shku dhe 59. Po çfarë nëse bëhet një ujdi politike, zoti Muhaxheri, dhe dikush propozon eventualisht që të mbahen 2 palë zgjedhje, edhe lokale, edhe zgjedhjet parlamentare. A do të ishte kjo në të mirë të Kosovës apo jo? Jo, nuk do të ishte në të mirë të Kosovës, edhe besoj që kjo zgjidhje nuk do të ofrohet prej asnjë partie politike, i takon atij